vera kryesisht është rezervuar për projektet më të reja të artistëve tanë. Kështu pja bën edhe këngëtarja simpatike nga Shqipëria, Ensa Haxhia, e cila është në përfundim të këngës së saj më të re apo të pëlqen, e cila do dalë shumë shpejt. Çfarë ka të re te ajo? Si po i shkojnë jeta private? E ndjekim bashkë materialin e përgatitur Enkas për të. Viti 2012 ishte i bekuar për të. Ensa Haxhia, apo e njohur si që bë për publikun, Ensa u fut në skenë fureshëm që me këngën e parë ku bashkëpunoi me Big Basta në këngën Magjike. Dhe që aty e tutje, gjithçka për adoleshencën e saj ndryshoi një herë për gjithmonë. Ensa më pas filloi prodhimin e këngëve të saj që ishin të pëlqyera deri tek e fundit që u bë para disa muajsh në bashkëpunim me Noizin. Një moshë e re dhe shumë e rrezikshme për të kaluar deri në devijimin që si pasojë është fama. Si e sheh Ensa atë që arriti? Besoj që nuk ka një formulë fikse apo eksakte, është komplet e ndryshme për çdo individ, për çdo artist. Përveç komponentëve, mendoj dhe kritereve kryesore që duhet për të qenë një artist i suksesshëm, mendoj që është thjesht mënyra e punës që ti bën gjatë gjithë kohës, njerëzit me të cilët ti bashkëpunon, materialet të cilat i përzihet, se gjitha këto janë faktorë shumë të rëndësishëm. Përkundër moshës që ka arritur që të përshtatet shumë mirë në skenë duke qenë nga ato të pakta këngëtare që të lënë kënaqësinë e prezantimit, si në të folur gjithashtu në të performuar. Fakt, unë me muzikën kam filluar të merrem që shumë e vogël, që 9 vjeç, ku kam filluar pjesëmarrjet në festivale fëmijësh në Shqipëri, në Tiranë, festivalet e zërave të rinj, talent show, spektakle në televizionet të mëdha në Shqipëri, ku unë jam mësuar edhe kam pasur goxha eksperjenca të rëndësishme me skenën dhe televizionin. Ndërkohë kam ndjekur edhe shkollën për muzikë, kanto dhe piano, shkollë private, përveç shkollës përgjithshme që kam ndjekur për studimet e përgjithshme. Kështu që mund të them që gjatë gjithë kohës, unë kam gjatë gjithë jetës time 18 vjeçare kam qenë e dedikuar dhe e përkushtuar pas muzikës, sepse gjithmonë e kam ditur që kjo është fusha ku unë përkas. Klipin e fundit që solli në treg në duet me Noizin ishte i guximshëm, klip me një film të shkurtër në të cilin na erdhi një Ensa më provokative. Klipi është përgjithsisht i fokusuar edhe në një mesazh, në një fabul që është girl power. Edhe doja të bëja diçka të tillë, edhe më vjen shumë mirë që kam edhe dy personazhe të tjerë shumë të rëndësishëm aty, që është Noizi edhe Angji, që është shoqja ime e ngushtë. Edhe i falenderoj të dy për një interpretim shumë të mirë, edhe për përkushtimin edhe dedikimin që kanë pasur gjatë gjithë realizimit të projektit, i cili realisht ka dashur ditë, por që jam e lumtur që realizua diçka e bukur, paksa e guximshme. Kënga me klip e realizuar ishte para se fillonte dhe sezona këngëve. Ensa tani ka realizuar edhe këngën e re, por që do t'ja bëj shërbimin deri në fund. Sigurisht që kam projekte tjera në verë, një prej cilëve e kam përfunduar këto ditë, do të shoqërohet me një klip, është një këngë shumë verore që jam e bindur që do të pëlqet. Titullohet Apo s'pëlqen, që ka dhe disa kohë që unë e kam lajmëruar këtë këngë, megjithatë është vonuar pak si pasojë e projekteve tjera që kam pasur për të lançuar para saj, megjithatë mezi më pres edhe është një projekt shumë përfaqësues dhe prezantues për mua si Ensa. Adoleshente dhe të mos kesh një lidhje jo shumë e zakonshme në këtë kohë, po Ensa është e dashuruar apo e lidhur me dikë? E vërteta është që unë nuk jam në një lidhje, jo se nuk kam ndonjë rregull të caktuar, sepse gjë shumë vetë që thonë kur të shkoj kaq vjeç çdo lidhem, s'më lë mami, s'më lë babi, nuk është kjo arsye. Arsyeja është në momentin që ti e ndjen një person vërtet aq të rëndësishëm, edhe aq pranë teje, vendos ta marrësh një hap të tillë. Unë do doja të mbaja persona random pranë meje, vetëm persona shumë të rëndësishëm, edhe për sa kohë që ndihem shumë mirë veten edhe nuk kam gjetur një person kaq të veçantë, përveç teje sigurisht, jo, nuk jam. Vajzë ndjeshme, e mençur dhe plot dashuri, çfarë ka aq shumë që dashuron duke bërë të ndihet krenare e inatosur edhe njëkohësisht mirë. Ndoshta do përmendja pjesën e karrierës, sepse sigurisht është një fushë ku çdo ditë nuk është e njëjtë nga tjetra, nuk ka monotoni, nuk ka një rutinë caktuar, një ditë është me ngritje, një ditë është me ulje, një ditë është konstante. Një ditë ndjem shumë e lumtur dhe krenare për atë që kam arritur, një ditë tjetër ndjem e paplotësuar edhe ende nevojë për realizime më të mëdha, kështu që ndoshta do përmendja atë. Ensa vizitoi Prishtinën për punë, takime me shoqërinë dhe gjithashtu për jetën e natës. E ne e shfrytzuam edhe për një profil të shkurtër rreth privatësisë dhe karrierës.